Kush ka më shumë të drejtë, brezi i ri apo brezi i vjetër? Varet nga këndvështrimi që jemi sot. Unë mendoj se brezi i ri është më i avancuar, ne do përshtatemi me ata. Ja kaq. Zakonisht moshuarit thonë se dinë më shumë se të rinjt. Kanë të drejtë? Po përvojën e kanë më shumë, po për të ditur varet nga kultura që ka çdo njeri. Janë dembel të rinjt e sotëm? Dembel s'mund t'i paragjykojnë, po ka dembela që kërkojnë mirëqenien shumë shpejt themi. Po drejt kanë më drejt më zaj. Një këto të moshuarit kanë rrjedhë fare, s'din çfarë thonë fare. Një për çfarë për shembull? Po për çdo gjë për debate, kush di më shumë, të rinjt apo të moshuarit? Po të rritë janë brezi i internetit. Të moshuarit janë akoma me ndërrozhin, që s'dihet se ku ka shku. Nga të rinjt me kë janë? Me brezin e internetit. Interneti, bota, Janë dembela të rinjt sot? varet. Ca janë, ca s'janë. Varet. Drejt kanë ikë, s'kam puna si gjë. Dinë më shumë të rinjt se të moshuarit? Jo. Se s'jam përgatitur të rrinë me njerës, janë tek e pet me telefona, nuk Janë dembela? shumë. Unë për vetën time kam rregull, po shumë. Sot, të rinj. Se dinë më shumë të rinjt se të moshuarit? Jenë më shumë, po të moshuarit kanë marru punë. Të rinjt kanë nevojë për atë dhe për të ardhmen e tyre. Janë dembela të rinjt sot në Shqipëri? Janë pak të internetit, jo s'mund të thosh që janë dembela, po Pjesë është gjysëm të ri, gjysëm të moshuarit. Kush di më shumë? Të moshuarit, eksperiencë e jetës, kuptohet, gjithmonë. Po të rinjt janë dembela? Kanë pretendime të mëdha. S'mund të thush që janë dembela, po interneti ban pjesën e vet, sidomos rrjetet sociale janë ku e humbur për mua. Të rinjt të moshuarit, por në çfarë drejtimi? Në konflikte, në jetën e përditshme. Unë them të rinjt kanë më shumë drejt. Them unë, nuk e di. Mbase kam gabim. Se Dinë më shumë të rinjt se të moshuarit? si? Dinë më shumë të rinjt se të moshuarit? Patjetër. Po patjetër. Janë brez dembela këta të rinjt? Ore, unë që kam shunit tim dembel. Shunit im është dembel. Po dembelizmi është, nuk është, shiko, dembelizmi këtu është, nuk e di pse është që e krijuar dembelizmi këtu, se këtu nuk vlerësohet shumë, nuk vlerësohet puna, prandaj edhe njeriu bëhet dembel. Themon, nuk e di, mbase kjo mund të jetë ide e gabuar. Moshuarit, Pse? po të rinjt janë të qefit. Të moshuarit janë më të mërshëm. Janë brez dembela të rinjt? Jo shumë. Janë shumë brez dembelash. Jo kap kunatin pa punë, ka gjëra punë, s'punon. Kanë të rinjt të drejtë apo të moshuarit? Të rinjët kanë të drejtë. Sa është rinia? Rinia u shkatruar nga ardhja e demokracisë. S'kan ngel rinjët për Shqipëri. Kanë ngel vetë të pleqë të vetë muar. Edhe pushtetësia e Tiranës hajme det. Është pushtetësia më imoraliste që ka ekzistuar në kombin shqiptar. Janë dembela këta të rinjt që kanë ngelur këtu? Si? Këta të rinjt që kanë ngelur janë dembela? Ja, vallaj, nuk janë dembela, po s'kan punë, nuk janë dembela. Nuk janë. Janë rinia më e kulturone. Po çfarë të them unë, drejtë nuk gjendet e vërteta. Kush di më shumë, brezi i moshuar apo ky brez i ri? Brezi moshuar ka kaluar çdo gjë. Ky brez i ri ka më shumë informacione, më shumë teknologji. Le të kenë sa ato që ta shu, telefone, internet e gjëra nuk janë vetëm për parazitët. Janë dembela. E, Për çdo gjë kush ka më shumë të drejtë? Po s'më ta zgjidhë dot e kështu të a priori. Kush di më shumë, moshuarit apo të rinjt? Urdhëro? Kush di më shumë, të moshuarit apo të rinjt? Ato din për eksperiencën që kanë, këto din për gjëra të tjera, nuk mundi barazosh, po eksperjenca është gjithçka.